Të nderuar miq, përshëndetje. Do të flasim sot për Ramazanin. Faktikisht ky është një term që gjithë secili prej jush e njeh dhe e kupton. Por ne do të ndalemi disi më thellësisht, cilat janë kuptimet e këtij termi dhe kuptimet e këtij muaji, cilat janë reflektimet dhe mirësitë që ne jep ky muaj, qoftë në rrafshin personal, qoftë në atë shoqëror. Dhe çfarë është Ramazani dhe cilat janë mirësitë e këtij muaji, do ta shpjegoj hoxha i nderuar Ahmet Kalaja. Selam aleikum Savin. Aleikum selam wa rahmatullah. Është dhe koha faktikisht, po edhe siç e thatë edhe ju që besimtarët në përgjithësi të gjithë e dinë se ç'është Ramazani, kështu që ne më shumë ndoshta mund të ndalemi te kuptimet e fjalës se nga ka prejardhjen, po në përgjithësi muslimanët, edhe kjo është një traditë mbar shqiptare faktikisht, që Ramazanin e kanë agjëruar, madje këtu në Shqipëri për shembull, e kanë agjëruar Ramazanin edhe në kohën e xhaxhit që i themi ne në kohën e Enverit, pra në kohën e monizmit. Kështu që në përgjithësi muslimanët në tërësinë e tyre, domethënë, janë agjërues të Ramazanit dhe kjo është shenjë mirë dhe kjo është një tregues i besimit të tyre. Pra, njeriu edhe me Ramazan, edhe me agjërim quhet musliman, e meriton emrin besimtar musliman, pavarësisht se mund të ketë problematika të tjera, si mund të jenë problematikat e namazit apo zeqatit apo le të themi shtyllave të tjera të Islamit. Pra më shumë njohim Ramazanin sesa i njohim namazin apo haxhin apo e vërtetë është edhe për to habit sepse Ramazani faktikisht ka shumë sakrificë brenda dhe shqiptarët e bëjnë, ndërkohë që namazi sakrificën krahasim me agjërimin e ka shumë më të pakët, po nuk është se e bëjnë shumë, ndërsa Ramazanin e kanë domethënë si traditë dhe bëjnë e ndjejnë më shumë. E rëndësishme kjo është gjë e mirë, kjo është inshallah Ramazani shërben si një çelje rruge e atyre pengesave që mund të jenë mes njeriu dhe Zotit, atyre barrierave që mund të jenë mes njeriu dhe Zotit, në mënyrë që njeriu më pas të shijojë edhe shijen, aromën adhurimeve të tjera, siç është adhurimi i namazit, siç është adhurimi i zakatit apo adhurimi i haxhit, apo formave të tjera të adhurimit të Zotit, siç është dhikri, pra përmendja e Zotit, siç është duaja, siç është sadakaja. Pra vetë Ramazani në vetvete faktikisht i jep besimtarit sinjale, sepse ai në vetvete ka namazin, ka teravit, ka duat, ka vetë përmbajtjen, kështu që ai faktikisht e bën atë punën e vet tek besimtari në mënyrë që besimtari do e mos të shkojë drejt namazit, drejt lutjes, drejt adhurimeve të tjera në përgjithësi. Por nëse përkthejmë fjalën Ramazan, a kemi një ekuivalent në gjuhën shqipe, kemi një fjalë që mund ta përkthejmë? Fjala Ramadan sepse në arabisht është Ramadan, por se pastaj është ka kaluar nga gjuha në gjuhë, domethënë Ramadan, Ramazan dhe ka mbet domethënë tek ne Ramazan, duke qenë se domethënë më shumë është efekt i Turqisë. Ramadan vjen nga fjala Ramad, që është diçka e nxehtë, diçka që ka nxehtësi, guri i nxehtë, çdo gjë që është e nxehtë quhet Ramad. Dhe është quajtur Ramazani kështu, pra me këtë emër, sepse në këtë muaj zakonisht njerëzit kanë etje. Njësoj siç le të themi nxehet diçka dhe në momentin që ti derdh në të diçka më njëherë reagon, kështu edhe njeriu domethënë ka etje të madhe gjatë agjërimit. Dhe njeriu në momentin që e çel, reagimi është i menjëhershëm i trupit të njeriu, do të thonë absorbimi i ujit edhe thjellimi, le të themi reflektimi. Kështu që e ka marrë emrin pikërisht nga kjo gjë, domethënë diçka. Parënia e kësaj fjalës lidhet me nxehtësinë dhe thatësinë dhe thatësirën. Pra, diçka e nxehtë dhe e thatë quhet në gjuhën arabe Ramad. Është quajtur Ramazani me këtë emër sepse njeriu, le të themi në thonjza, thahet, dobësohet gjatë agjërimit. Po ndërkohë kuptimi fetar, pra kjo ishte kuptuam rrënjën e kësaj fjale nga rreth. Po ky është kuptimi etimonologjik. Themi tek termi, terminologjia fetare e këtij muaji. Si mund ta kuptojmë? Atëherë Ramazani është muaji i 9 i kalendarit hijri ose i kalendarit hënor. Pra kemi dy kalendar, kemi kalendarin le të themi solar dhe kalendarin lunar. Në kalendarin lunar, muaji Ramazan është i 9-ti. Dhe është muaji në të cilin muslimanët bëjnë le të themi obligimin e agjërimit. Vim pastaj tek përkufizimi i agjërimit. Agjërimi është privim në kuptimin gjuhësor, som, do thotë privim dhe kalitje. Kuptimi gjuhësor i fjalës som, privim dhe kalitje. Ndërsa në kuptimin fetar është privimi i njeriu nga ngrëna dhe epira dhe marrëdhëniet bashkëshortore nga agimi deri në
perëndim të diellit me qëllimin e vetëm për të kënaqur Zotin e gjithësisë. Një provim që na forcon dhe na afron me Zotin. Jo thjesht një provim. Ne gjithmonë kemi thënë që zgjidhet për adhurimet një emër i cili përshtatet dhe me le të themi dhe me efektet. Për këtë arsye unë përmenda që saum në gjuhën arabe ka dy kuptime esenciale: privim, dhe kjo kuptohet qartë se agjërimi është privim, ndalim, nuk mund të hash, nuk mund të pish, nuk mund të kryesh marrëdhënie me bashkëshorten, dhe kuptimin e kalitis, sepse me të vërtet agjërimi e kalit njeriu, e kalit shpirtin e tij, e kalit durimin e tij, e kalit le të themi sjelljen e tij, e kalit pjesën e komunikimit të tij me njerëzit, e kalit njeriu që të garojë sa më shumë drejt xhenetit dhe të privohet dhe të mbaj frenat, le të themi, në momentin që has në diçka që mund ta çojë në zjarrin e xhenemit. Ndërkohë, cila është origjina e këtij adhurimi, hoç? Origjina e këtij termi, pra kur filluan për të parë besimtarët ta agjërojnë, kur filluan të njihen me këtë lloj adhurimi? Ne gjithmonë, domethënë e kemi thënë, domethënë që kushtet e besimit dhe shtyllat e besimit tek të gjithë profetët kanë qenë njësoj. Pra janë disa bazika që të gjithë profetët kanë qenë esenciale, që do të thotë për shembull besimin në Zotin, besimin në melekët, besimin në botën tjetër, besimi në librat e Zotit, në profetët e Zotit, besimin në determinimin e Zotit, pra qadën dhe kaderin. Kjo ka qenë tek të gjithë profetët, sepse ka të bëjë me pjesën doktrinore, dhe pjesa doktrinore nuk ndryshon nga pejgamberi në pejgamber. Po kështu edhe pjesa, le të themi, e fesë, domethënë credo për të futur në fe, pra formul për të futur në fe, ka ekzistuar tek të gjithë profetët, nga pagan në pasues profeti. Falje, lutje ka ekzistuar tek të gjithë profetët, për këtë arsye thot Zoti në Kur'an, o Musa, bëj rukue, bëj sejdë, i drejtohet popujve të mëhershëm, binin në ruku, binin në sejdë. Pra, kuptimi i namazit ka ekzistuar tek të gjithë. Agjërimi, privimi ka ekzistuar tek të gjithë. Pra, mos ngrënë, mos pirja, ndoshta jo me të gjitha normat siç funksionon në Islam, mirë por që ka ekzistuar madje edhe në fetë të tjera sot, domethënë ne gjejmë një lloj agjërimi që siç kemi në Ramazan kanë ata një agjërim të tyrin, pavarësisht se është ndryshon nga forma dhe karakteristikat, po është tamam, po ta analizosh njësoj si agjërimi janë, pra privohen nga gjëra të caktuar në kohën e kreshmes. Çështja e zekatit ose bamirësia ndaj të varfërve, ka qenë tek të gjithë profetët, është orientimi i të gjithë profetëve. Haxhi, pelegrinazhi ka qenë tek të gjithë profetët. Pra, ideja është që nuk është agjërimi diçka që është shpikur për herë të parë apo e ardhur për herë të parë në historinë e njerëzimit tek muslimanët. Për këtë arsye tha Zoti: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi, siç është bërë obligim për popujt përpara jush. Atëherë për popujt dhe profetët përpara jush. Pra, mund të ketë disa karakteristika apo specifika që mund të ketë ndryshuar nga profeti në profet, sepse ne besojmë se profetët kanë pas të njëjtin mision, të njëjtin qëllim, thjesht ardha e një profeti ka abroguar dhe ka shfuqizuar. Pra çdo shoqëri ka qenë e njohur me këtë adhurimi dhe çdo shoqëri në një farë mënyrë ka patur nevojë për këtë lloj adhurimi, pra duket si një lloj nevojë bazike për çdo lloj kohe, për çdo lloj shoqërie. Pra lidhja me Zotin përmes agjërimit. Jo, në çdo lloj kohe njerëzit kanë nevojë të kuptojnë se nuk është barku dhe kënaqësia dhe ngopja gjithçka. Në çdo lloj kohe njerëzit kanë nevojë të kuptojnë hallin që kanë të varfrit, varfërinë, etjen, urinë. Në çdo lloj kohe njeriu ka nevojë që shpirti të marrë pushtet mbi lëndën, mbi materjen. Në çdo lloj kohe njerëzit kanë nevojë që të kthjellohen dhe të kuptojnë se jeta e kësaj bote nuk është gjithçka. Njeriu mund të jetojë edhe pa ngrënë dhe pa pirë, por nuk duhet shesi dinjitetin e tij, nuk duhet shesi nderin e tij, nuk duhet shesi identitetin e tij, nuk duhet shesi fen dhe besimin e tij. Pra nuk është e ngrënë dhe e pira gjithçka, ndërkohë që gjithë lufta sot ose lufta, le të themi, gjithë rëmuja sot zhvillohet pikërisht në emër të ngrënë dhe materiale. Për diçka materiale. Në fund fare, siç tha profeti alayhis salam, ena më e keqe që mbush njeriu është stomaku i tij. Profeti këtë ka thënë para 15 shekush, sot e thot shkenca, e thon gjithë që njeriu nuk duhet ta teprojë në të ngrënë, njeriu nuk etj. Pra dua të them që në çdo kohë kjo ka qenë nevojshme, nuk është se në kohën e muslimanëve apo në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam njerëzit kishin nevojë të kuptonin këto gjëra. Në çdo kohë
besoj në çdo shoqëri, në çdo fazë, në çdo brez, prej brezave të shoqërisë njerëzimit, në gjitha fazat që ka kaluar, ka qenë e nevojshme që njerëzit të marrin këto mësime, të përkujtojnë këto mësime dhe të kenë vath në vesh këto orientime. Ndërkohë, çfarë peshe dhe çfarë rëndësie zë ky muaj dhe ky adhurim në jetën e besimtar? Pra, si duhet ta pres besimtar? Duhet ta pres tani si një sezon ku ai duhet të jetë i privuar, apo ka një lloj lirshmërie, pra edhe pak ditë na ndajnë ndoshta nga ky muaj dhe akoma e kemi të freskët dhe memorien e Ramazanit të kaluar. Pra, si duhet të jetë përjetimi këtij muaji? Faktikisht, muslimani i vërtet është ai i cili e pret Ramazanin duke e përjetuar atë përpara se të vi, duke e ndjer atë përpara se të vi, duke menduar shpërblimin, mirësitë përpara se të vi, edhe pikërisht domethënë është gjë e mirë se ky emision po zhvillohet pikërisht në këto ditë në mënyrë që ne të gjithë të rikujtojmë veten tonë për këto mirësi dhe këto begati. Për këtë arsye tha profeti alayhi salatu selam, men sama Ramadane imanan wa ihtisaban, ai që e agjëron Ramazanin me besim dhe duke shpresuar shpërblimin e Zotit. Pra shumë mirë që njeriu përpara se ta agjërojë, jo vetëm për agjërimin, por edhe për adhurimet e tjera, njeriu të di se çfarë mirësie dhe çfarë vlere ka kjo që po bëj. Jo se do të mbesi pa shpërblim, qofse nuk e din shpërblimet, por ndjeshmëria dhe le të themi reflektimi dhe mundësia për të përfituar shumë më e madhe dhe normalisht edhe rendimenti do të jetë shumë më i madh se sa kur nuk e din. Është njësoj si kur një punëtor do të marrë një rrogë, pa ai nuk e di se sa është rroga. Atij do jepet rroga, por rendimenti i tij në punë, motivimi dhe ndërgjegjësimi është më i fortë. Më i dobët. Në momentin që ai e din se çfarë është rroga, normalisht që motivimi dhe rendimenti dhe dashuria e tij për punën do të jetë më e madhe. Kështu është edhe Ramazani. Për këtë arsye muslimanët duhet të dinë shpërblimet dhe mirësitë. Për shembull, le të themi, profeti alayhi salatu selam gjithmonë përpara se të vinte Ramazani e bënte këtë hyrjen. Tashmë nesër, si më thënë, do të trokasin dyert tona muaji i Ramazanit, një muaj i bekuar nga Zoti, një muaj në cilin Zoti ju ka obliguar juve që të agjëroni ditën e tij, muaj në cilin Zoti hap dyert e xhenetit, muaj në cilin Zoti mbyll dyert e xhenemit, muaj në cilin Zoti ka fshehur natën e Kadrit, e cila është më e vlerëshme tek Zoti se 1000 muaj të marrë bashk. Kush nuk ka arrin mirësinë e këtij muaji, me të vërtetë është i privuari, me të vërtetë është i privuari i vërtet. Pra, profeti alayhis salam i jepte sinjale, muaj i bekuar, muaj në cilin ndodhet nata e Kadrit, muaj i agjërimit, muaj që duhet shfrytzuar në maksimum, se kush privohet për të mirës ti me të vërtetë është i privuar. Ose fjala e profetit alayhis salam, u tërheq zvarra i njeriu që e zën Ramazani gjallë, e Zoti nuk ja fal gjunat, pra në gjitha mundësitë. Si ka mundësi që njeriu të jetë gjallë në Ramazan e të dalë me gjunahe. Ose fjala e profetit alayhis salam kur flet se Ramazani është muaji i përzgjedhur i Zotit xhel xhelalu, ose siç e thotë dhe Zoti në Kur'an, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, muaji i Ramazanit në të cilin ka zbritur Kur'ani, pra Zoti i Madh jo më kot zgjodhi këtë muaj për të qenë muaji i Kur'anit. Muaj ose agjërimi është ai adhurim për cilin profeti alayhis salam thotë Zoti vet ka thënë se çdo gjë që e bën njeriu e bën për vete, përveç agjërimit, e bën për mua. Pra me kuptimin se agjërimi ndryshe nga adhurimet e tjera, nëse bëhet dhe nuk mund të ketë në të shtirje. Pra nëse njeriu agjeron, nëse nuk agjeron nuk ke si të shtirësh, pra është diçka që nëse ti je agjërushëm, në shtëpi, kur del, kur hyn, edhe është diçka mes teje dhe Zotit, pra është shumë e vështirë, domethënë të zbulohet e vërteta e njeriu se është agjërushëm apo jo. Vetëm njeriu e din se agjeron apo nuk agjeron. Askush tjetër nuk mund ta di. Ndërkohë që për namazin, unë po spashtu në xhami, për shembull, sado që ti thua unë falem, unë ku e di që ti falesh, se patjetër duhet të shoh, ndërsa në agjërimi është mes njeriu dhe Zotit. Pra mësimi i parë, ndoshta ose gjëja e parë që kultivon është sinqeriteti me Zotin. Me Zotin gjithësisë. Tha profeti alayhis salam, madje edhe ajo, le të themi, aroma e keqe që del nga gjua, nga goja e agjëruesit, është tek Zoti më e dashur se parfumi më i mirë që ekziston, sepse njeriu po sakrifikon, e si pasojë e kësaj sakrifice, njeriu domethënë po ka Ramazani, domethënë ose agjërimi ka ato momentet e sigurta të pranimit të lutjes. Pra
agjëruesi kur agjëron lutjen e ka të garantuar, pra ja pranon Zoti çdo agjëruesi në ditën e lutjes, pra gjatë agjërimit e ka një lutje të garantuar. Agjëruesi në kohën e iftarit e ka lutje të garantuar. Agjëruesi në kohën e syfyrit e ka lutje të garantuar. Kështu që Ramazani ka vlera të mëdha për besimtarin, ose hadithi tjetër ku profeti alayhis salam thotë që kush agjëron qoftë edhe një ditë vetme, Zoti do t'i dërgojë 70 vjet nga zjarri i xhenemit nëse e bën për hir të Zotit. Pa që agjëron një muaj të plot, shumëzoje për 70 vjet, llogaritë se sa largohet njeriu nga zjarri i xhenemit. Po më e rëndësishme është ajo që përmendëm në fillim fare, fjala e profetit alayhis salam kur tha, ai njeriu që agjëron Ramazanin me besim dhe duke shpresuar shpërblimin e Zotit, Zoti do t'ia falë të gjitha gjunat që ka bërë. Pra, këto të gjitha besimtari duhet t'i çojë ndërmend. Këto janë, le të themi, vlerat ose mirësitë fetare, por ka edhe vlera dhe mirësi shoqërore. Pra, agjëruesit rrinë bashk, bëjnë iftarin bashk, bëjnë syfyret bashk, agjëruesit falin teravit bashk, agjëruesit vjen momenti që do të japin sadakan e fitrit bashk, agjëruesit vjen momenti që do të falin bajramin bashk, agjëruesit do të shtrojnë iftare, do të ngrejnë iftare, do të organizohen, agjëruesit e çelin në një kohë, e mbyllin në një kohë, pra ke një unifikim, fillon në të njëjtën ditë, mbyllet në të njëjtën ditë, pra është një adhurim shumë i veçantë, pra ka shumë dimensione sociale, nuk është thjesht një reflektim personal dhe individual, po ka edhe efekte, le të themi, shumë të mëdha në shoqëri dhe tek njerëzit. Dhe janë pikërisht këto efekte hoç për cilat ne kemi nevojë sot si shoqëri, madje edhe si shoqëri njerëzore, mbar botërore, krizat të solidaritetit social dhe të ndarjes, po themi, të emocioneve me të tjerët, shtuar këtu dhe situatës pastaj po themi specifike të virusit. Ndërkohë ne bëjmë një shkputje të shkurtër dhe rikthehemi pikërisht tek këto mësime dhe tek këto dobi. Pra miq, shihemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi miq në këtë pjesë të dytë dhe po flasim pikërisht për Ramazanin, këtë muaj të begatë dhe këtë muaj me efekte të gjithëanshme. Ndërkohë hoç të parat anë ka patur një përjetim ndryshe ndaj këtij muaji, normalisht sepse ka qenë brez më afër profetit dhe kuptimet i kanë patur, po themi, më origjinale, nëse mund të themi kështu. Si e kanë pritur ata këtë muaj? Kanë bërë dua specifike për të arritur këtë muaj? Sa ditë para janë përgatitur për këtë ngjarje? Faktikisht ne, domethënë, jemi larg tyre si në kohë edhe në vepra edhe në gjithçka. Ne për shembull habitim sa shpejt erdhi Ramazani. Si ka mundësi po flasim për Ramazanin, ndërkohë që duket shumë shpejt dhe duket sikur Ramazani i kaluar ka qenë shumë afër. Faktikisht ata kanë qenë shumë më ndryshe se ne, sepse përgatiteshin përpara Ramazanit, qysh me muajin Rexhep, që i bie të jetë 3 muaj përpara Ramazanit, filloshin përgatitjet. Pastaj vinte muaji i Shabanit, pra edhe aty kishte përgatitje, dhe Ramazani i gjente jo, wow, i Ramazan nesër, çudi e madhe. Jo, ata ishin përgatit, e dishin, ishin madje, tregohet domethënë, i luteshin thotë Zotit 6 muaj përpara, që o Zot na e mundso që të jemi gjallë në Ramazan, dhe mbasi kalonte Ramazani 6 muaj luteshin o Zot, na e pranon Ramazanin. Pra gjithë viti ishte i lidh me muajin Ramazan. Deri 6 muaj luteshin o Zot na e pranon çfarë kemi bërë në Ramazan, dhe pastaj në 6 muajshin e dytë luteshin o Zot na e mundso Ramazanin. Për këtë arsye dhe ka një hadith pides që thotë Allahumma ballighna Ramadan, o Zot na e mundso Ramazanin. Pra, një dua që kuptohet që është bërë para Ramazanit. Absolutisht, dua që bëhet përpara Ramazanit, sepse të zej Ramazani ka disa favore, të falen gjunahet. Të zej Ramazani do të thotë se tek Zoti je shumë më lart se sa para Ramazan. Për këtë arsye tregohet se në kohën e pejgamberit alayhis salam kanë qenë 2 shokë të ngushtë. Po shumë të ngushtë, saqë binin sy aq shumë ishin me njëri tjetrin. Dhe njëri prej tyre vritet në luftë. Dhe normalisht ne e dim shumë mirë çdo thotë në Islam që dikush të vdesë në luftë, të quhet shahid, gradë lart shumë. Dhe mbas një viti vdes shoku i tij, po ky nuk vdiq në luftë. Dhe dikush prej sahabëve në Medinë sheh ëndër, dhe sheh që ky që kishte vdekë i dyti, domthonë ishte më lart në xhenet se sa i pari. Dhe kjo i bëri habi dhe shkon tek profeti alayhis salam.
Profeti thot alayhi salatu selam, thot pse çuditesh? A ka agjëruar një Ramazan më shumë? A është falur edhe një vit më shumë? Do thotë që agjërimi një Ramazan më shumë do thotë shumë tek Zoti i gjithësisë. Një vit më shumë falje namazit do thotë shumë tek Zoti i gjithësisë. Kështu që, domethënë, për këtë arsye ata e dinin shumë mirë Ramazanin dhe e kuptonin shumë mirë vlerën e Ramazanit. Vetëm mendoj njeriu faktin që Zoti zgjodhi pikërisht këtë muaj për të zbrit Kur'anin në tokë, për të ardhur Xhibrili në tokë, pikërisht në muajin e Ramazanit, do thotë se ka diçka këtu që nuk është si në muajt e tjerë dhe nuk është si në kohët e tjera. Për këtë arsye dhe muslimani i vërtet e pret, ka mall, e dëshiron dhe i lutet Zotit që Zoti t'ia mundsojë Ramazanin. Pra, Ramazani në një farë mënyrë është begati e madhe, është problem i madh dhe është ushqim i shpirtit. Si reflektohet ky ushqim shpirtëror në vetdijen e individit, në psikologjinë e tij, në gjendjen emocionale, në gjendjen shpirtërore, pra çfarë efektesh fillon dhe jep ky muaj tek, po themi, gjithsecili prej personave që agjiron? Çdo adhurim në Islam ka pjesën, le themi, aparanciale dhe ka pjesën, le themi, të fshehtë, të padukshme, ka fasadën dhe ka padukshme, ka mekanikën dhe ka pjesën, le themi, energjive. Edhe agjërimi e njëjta gjë, domethënë, agjërimi i cili kryhet mekanikisht dhe i cili thjesht njëri nuk han dhe nuk pin, dhe një agjërim i cili ndjehet. Ai agjërim i cili ndjehet është ai i cili që faktikisht jep reflekte, ndryshon jetën e njeriu, ndryshon sjelljen e njeriu me të vërtetë në Ramazan bëhet krejt tjetër, sepse i ka të gjitha arsyet. Mëshira e Zotit është e derdhur, dyert e xhenetit janë të hapura, dyert e xhenemit janë të mbyllura. Tusadfadu fihi shayatin, lidhen dreqnit dhe shejtanët. Pra nëse ne gjithë kohë themi shejtani ma bëri apo dreqi mashtroi, po në Ramazan kush po mashtron? Do thotë se ti nganjëherë s'ke nevojë as për dreq as për shejtan, e bën vetë detyrën edhe kur ai është në mungesë. Kështu që përjetimi i vërtetë i Ramazanit duhet të çojë ndjeshmëria, desha të them, e vërtetë e Ramazanit dhe agjërimit duhet të çojë tek njeriu në një ndryshim, le të themi, rrënjësor. Pse? Sepse ti je në adhurim dhe ky është sekreti i kësaj gjëje. Ti je në adhurim dhe nuk ka në Islam adhurim më të gjatë se sa adhurimi i agjërimit. Një adhurim që zgjat 18 orë, 17 orë, 15 orë varet nga vendi se ku jeton njeriu. Nuk ka në Islam adhurim kaq gjatë, nuk ekziston në Islam adhurim kaq gjatë. Nuk ka adhurim në Islam që zgjat 12 orë apo 15 orë apo 17 orë, nuk ka. Edhe kjo është 30 ditë radhazi. Pra një njeri, le të themi, nëse futet një kurs intensiv për një gjuhë huaj, nëse bën, le të themi, 17 orë në ditë, ti je i sigurt se në fund të muajit ky njeri minimale do ta flasë atë gjuhë, do të arrijë të komunikojë në këtë gjuhë. Ramazani i thon 30 ditë, i thon 17 orë në çdo ditë, pra i bie që ti në fund të muajit kesh bërë afërsisht sa i bie orë adhurim. Është normale që të ketë lënë efekte të jashtëzakonshme. Mirë kur nëse ndjehet. Atëherë kur përjetohet. Sepse nëse njëri shkon në kurs të një gjuhë të huaj, kaq orë në ditë, po nuk e bën me dëshirë, thjesht sepse babi e ka detyruar, ai ka për dal futet dru dhe del gdhë. Ndërsa ai njeri i cili shkon me dëshirë, duke ndjer, ja ka vënë si detyrë vetes, i motivuar, thjesht i sigurt që për 17 orë kurs gjuhë të huaj në ditë, për 30 ditë ai do të flasë mirë atë gjuhë të huaj. E njëjta gjë funksionon dhe me agjërimin, e njëjta gjë funksionon dhe me agjërimin e ndjerë në shpirt, dhe agjërimin që bëhet se ta bëjmë apo për mbarësi, që ta ecim mbar apo duhet bërë. Hajde, siç tha njëri prej dietarëve të mëdhenj, tha agjërimi është 3 llojesh: agjërimi i masave, agjërimi të zgjedhurve dhe agjërimi i më të zgjedhurve, ose agjërimi i më të mirëve. Agjërimi i masave, mos ta hash dhe mos pish dhe mos kryesh marrëdhënie seksuale me bashorten deri nga agimi deri në perëndim. Masat e bëjnë këtë. Agjërimi i të zgjedhurve është ai agjërim që njeriu përveç asaj që nuk do ta bëjë gjatë Ramazanit, privohet, i shton plus nga çdo haram. Dhe është korrekt në çdo obligim. Dhe agjërimi i të zgjedhurve, ndër të zgjedhurit, le të themi shkalla sipërore e
agjërimit ata të cilët agjërojnë nga çdo gjë tjetër, pra privohen në këtë muaj nga çdo gjë tjetër, vetëm se nga Zoti nuk privohen. Pra mendja e tyre është tek Zoti, mendojnë vetëm tek Zoti, tek kënaqësia e Zotit dhe privohen, pra shkëputen nga çdo gjë tjetër. Pra shkalla më e lartë e ndjeshmërisë në agjërim. E nëse njeriu, domethënë, agjëron në këtë lloj forme, në këtë lloj mënyrë tjetër, sigurisht se do të jetë shumë ndryshe. Për këtë arsye tha profeti sallallahu alajhi wasallam për të na treguar neve dy llojet e agjërimit. Tha, ai njeriu që nuk lën mashtrimin dhe gënjeshtën, Zoti s'ka nevojë që të ri pa ngrënë dhe pa pirë. Ky është mesazh shumë i madh. Kjo nuk do thotë që ai që gënjen apo mashtron s'duhet ta agjërojë, ai prap duhet ta agjërojë. Po pyetja është pse po agjëron? Ose thënë profeti sallallahu alajhi wasallam kur than hadith as-sawmu junne, agjërimi është mburoj. Fa idha kana yawmu sawmi ahadikum, kur të jetë dita e agjërimit të ndonjërit prej jush, fa la yarfath wala yafsuq, mos të shaj, mos të ofendoj, mos bëj ndonjë punë të fllihur. Wa in ahadun sabahu aw qatalahu falyaqul inni sa'im. Thot, nëse dikush e shan ose ofendon ose e kërcënon ose bën armiqsi ndaj tij, ti përgjigjet duke thënë unë jam agjërueshëm. Jam agjërueshëm 2 herë. Jam agjërueshëm kujton radh par veten e tij, jam agjërueshëm kujton tjetrin. Ose ja siguron edhe një herë vetvetes dhe tjetrit që jam agjërueshëm, nuk merrem me ty sot. Pra ideja është domethënë norma më e lartë e reflektimit dhe le të themi e ndjeshmërisë, po edhe vetëpërmbajtjes, sepse qëllimi i agjërimit kush është? E ka quajtur profeti sallallahu alajhi wasallam muajin e Ramazanit një hadith, e ka quajtur muaji i sabrit. Që thotë nëse ti nuk fiton sabrin, vetëpërmbajtjen në këtë muaj, atëherë kur më do ta fitosh sabrin dhe kur më do ta fitosh durimin. Kjo le të themi në rrafshin e sjelljes, e komunikimit, po edhe në pjesën le të themi në pjesën psikologjike të njeriu i cili është në agjërim, ti je i sigurt se mendja e tij është shumë më e qetë, djallëzitë e tij janë shumë më të fjetura. Njëri i cili është me agjërim lehtësohet edhe tek pjesa e mëkateve dhe gjunave, sepse një nga gjërat që neve na trazojnë jetën dhe na çojnë në stres, na çojnë në depresion, na çojnë në ankth, na çojnë brenga edhe në gjunahet tona. Për këtë arsye shumë rasteve ju kam dhënë njerëzve një recetë për ata që kanë probleme me mendimet, me bezveset ose ju them disi është puna. Kur të vinë këto mendime, në momentin që të fillojnë merr abdes fal 2 rekat. Fillon mendime duke të ardhur, këto mendime të ankth, merr abdes fal 2 rekat. Që do të thotë, në momentin që njeriu adhuron, bën një adhurim të i sigurt se efektet anësore që lejnë gjunahet në jetën tonë, dhe një nga efektet anësore që lejnë gjunahet në jetën tonë është problemet mendore. Nuk kurohen vetëm se me efektet anësore të adhurimit. Po, kështu që njeriu duke qenë me agjërim, absolutisht edhe kthjellohet, edhe orientohet, edhe është më i kthjellët për ditë se si të reagojë dhe se si të sillet. Ndërkohë, muaji i Ramazanit dhe agjërimi nuk është më tashmë thjesht një event i vendeve me shumicë muslimane, por se është një event botëror, pasi muslimanët sot janë pothuajse në gjithë botën. Madje që në shekullin e parë mbas profetit sallallahu alajhi wasallam muslimanët ushtrin nga Spanja në Indi dhe në Kinë. Pra në një farë mënyrë gjithë bota e përjeton këtë atmosferë. Çfarë i jep botës ky muaj, ky agjërim? Folëm pak më herët për solidaritetin edhe për ato dimensionet sociale që ka ky muaj. Si e bën më të mirë ky muaj botën? Unë mendoj se përjetimi i Ramazanit në le të themi pothuajse në gjitha vendet e botës ka një mesazh shumë të rëndësishëm. Mesazhi është që e para profecia e Muhamedit alayhis salam, i cili ka thënë kjo fe do të mbërri ku arrin drita e diellit. Ku futet drita e diellit do të arrijë kjo fe, do të thotë, dhe kjo është një profeci. Do të thonë ai ka thënë këtë fjalë para 1500 vjetësh dhe sot ne po e përjetojmë. Islami, do të thonë merr dikush në telefon nga Islanda, merr dikush në telefon nga le të themi Australia, merr dikush në telefon nga Kanadaja dhe pyet nga Dakota, që është mes Amerikës dhe Kanadas në fund fare në kufi. Domethënë feja e Zotit, shqyr dhe falënderimi qoftë Zotit, ka depërtuar kudo dhe kjo është një profeci profetike, pra një argument se pejgamberi sa kur ka folur për Zotin dhe nuk ka folur nga vetja e tij. E dyta, njerëzit po kuptojnë se Islami është një fe që faktikisht nuk është fe materialiste. Nuk është një fe që e orienton njeriu drejt materializmit apo drejt dynjas apo drejt kësaj bote. Përkundrazi, agjërimi është një nga argumentet, zakati është një nga argumentet, sadakaja është një nga argumentet, iftarët janë një nga argumentet,
syfyret janë një nga Të gjitha këto bëhet me të tjerët, nuk bëhen vetëm rrafshin individual. Po. Gjëja tjetër interesante që ka Ramazani në raport në rrafshin le të themi global është efekti që jep Ramazani në luftimin e varfërisë. Sepse llogaritë e tij për shembull 1 miliard e gjysmë njerëz apo më shumë pak do t'japin të gjithë sadaka fitri. Do të thonë ka ndryshim duke si donacion ndërkombëtar. Të gjithë universal, të gjithë do t'japin zekatin dhe në përgjithësi zakati jepet në muajin Ramazan. Kjo është lëvizje e madhe. Për shembull, projektet më të mëdha që i bëjmë ne të bamirësisë, do të thonë janë projektet e Ramazanit, sepse më shumë të njerëzit kontribuojnë në Ramazan, zakati. Në farë mënyrë janë miliona euro që shkojnë nga të pasurit drejt nevojtarëve, absolutisht. Pa u organizuar kështu ndërkombëtarisht, po natyrisht. Gjëja tjetër shumë e rëndësishme, unë mendoj që ka dhe një efekt le të themi në uljen e kriminalitetit botëror, sepse është muaji i mëshirës së Zotit, xhehenemi është i mbyllur, djajt janë të lidhur, kështu që edhe qetësia globale, edhe siguria globale në Ramazan është shumë më evidente se në kohët e tjera. Pra, mund ta marrim këtë muaj dhe këtë adorim dhe si një mënyrë e vetë edukimit, por se edhe mësimit të brezave, pasi për fat keq nuk janë të shumë modelet pozitive dhe motivet pozitive edhe për brezat e rinj, për t'i edukuar dhe për t'i orientuar drejt vlerave njerëzore. Pra, si mund të arrim hoqja edhe me fëmijët, të cilët ndoshta nuk e kanë obligim këtë muaj, po themi t'ia u lexojmë, t'ia zhurnojmë, t'i përfshijmë me atmosferën e këtij muaji dhe ta presin me dëshirë dhe të mësojnë nga ky muaj, jo thjesht ta presin si një moment festiv. Kjo pastaj është detyra e prindit në mënyrë se si ai ja proklamon ose ja reklamon fen dhe besimin e fëmijës. Në momentin që ja bën me diktim, thjesht e largon dhe e ftoft. Në momentin që ja bën të dashur dhe je jep urtësinë, filozofinë, arsyeën, ajo do të dashurohet nga ana e fëmijës dhe do të jetë diçka që ai nuk do ta lëshojë sa të jetë, do të jetë pjesë e identitetit të tij me dëshirën e tij dhe me vullnetin e tij. Kështu që është detyrë e ne prindërve që t'ua dashurojmë Ramazanin dhe agjërimin e fëmijëve tanë dhe t'i edukojmë me agjërim. Dhe prej formave të edukimit dhe dashurisë për Ramazanin është që mos t'ua bëjmë obligim fëmijëve në një moshë që ata nuk e përballojnë dot. E nëse shohim tek fëmijët tanë këmbgulje, atëherë u japim të alternuar. Për shembull, nëse janë të vegjël agjërojnë gjysmë dite. Nëse janë pak më të mëdhej agjërojnë një ditë, pastaj agjërojnë një ditë javën tjetër, pastaj një ditë javën tjetër, pra gjithë Ramazanin 4 ose 5 ditë. Nëse janë më të rritur në moshë, atëherë agjërojnë le të themi 2-3 ditë e para, 2-3 ditë e mesit, 2-3 ditë e fundit. Pastaj nëse rriten edhe pak më shumë, do të thonë le ta agjërojnë le të themi të hëntejtë të Ramazanit. Dhe në momentin që arrin një moshë le të themi që obligohet fëmia për të falë namazin, atëherë le të kalojnë tek agjërimi i rregullt, që është agjërimi. Po kjo le të shkojë me faza. Por se kjo nuk do të thotë që mos i çojmë fëmijët për syfyr, që të hajmë së bashku. Kjo nuk do të thotë që iftarin mos ta hamë së bashku. Pra, fëmijët duhet të kuptojnë që është një atmosferë krejt tjetër, përjetim krejt tjetër, ndjesi krejt tjetër, ulemi të gjithë pranë sofrës, pranë tryezës, tavolinës, bëjmë duat përpara iftarit, presim që të thirret ezani, presim kohën. Pra të gjitha këto duhet, pastaj këto e lejnë efektin e vet tek le të themi tek subkonscienca e fëmijës dhe ai pastaj e kupton që kjo është gjë e rëndësishme, vjen duke e kuptuar dhe rëndësinë, kuptimin, urtësinë, filozofinë e kështu me radhë. Zoti shpëlbeft. Amin, edhe ju Zoti shpëlbeft. Ndërmjet miq, këtu duhet ta mbyllim edhe këtë takim të sotëm, folëm për Ramazanin. Është një muaj ku çdo shoqëri njerëzore, ashtu siç dhe Hoxha e tha, e ka patur prezente, sepse vetëm përmes këtij adhurimi dhe këtij muaji mund të kuptoj njeriu disa reflektime dhe disa përjetime që nuk mund të gjejnë asnjë moment tjetër. Kështu që të kujdesemi dhe të lutemi që këtë muaj ta arrijmë dhe ta përjetojmë. Zoti shpëlbeft që na ndoqët mirë ta takojmë.